partnerët tonë ndërkombëtar, që sot bëjnë presione mbi këta këshilla, kush nga ta do të lejonte që në shtetet e tyre të kishte gjyqtar dhe prokuror që dirigjohen nga një shtet tjetër. Referuar të dhënave që kam në dispozicion, ish gjyqtarët dhe ish prokurorët serb, sikurse dhe stafi mbështetës administrativ, kanë përfituar dhe vazhdojnë të përfitojnë financiarisht nga Serbia. Pjesa dërmuese e tyre kanë pranuar dhe vazhdojnë të pranojnë mjete financiare në forma të ndryshme nga Serbia, që nga viti 2017 e deri më tani. Pra edhe gjatë kohës sa ata kanë qenë prokuror dhe gjyqtar në institucionet e Republikës së Kosovës, pra janë paguar nga Serbia. Lojaliteti dëshmuar për Serbinë është përblyer edhe me mjete financiare në kohën kur është pritur që të njëjtit të ushtrojnë mandatin e tyre në dobi të qytetarëve referuar ligjeve dhe interesave të Republikës së Kosovës. Ka shumë raste, disa prej tyre janë edhe publike, ku ish gjyqtar dhe prokuror kanë marrë pjesë në takime të ndryshme në Serbi, si dhe në Kosovë, ku janë diskutuar plane dhe janë ndërmarrë veprime përfshirë edhe bllokimin e rrugëve, për të kundërshtuar institucionet e Kosovës në përpjekje për zbatimin e rendit dhe ligjit në gjithë territorin e vendit tonë, pra në dobi të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për shkak të ndërhyrjeve nga Serbia dhe lojalitetit të dëshmuar, në shumë raste administrimi i drejtësisë ka dështuar në të kaluarën në veri dhe ka dyshime të bazuara që ato veprime kanë qenë të qëllimshme dhe të instrukturuara nga qarqet e lidhura me krimin, por edhe me pushtetin në Serbi. Një pjesë e konsiderueshme e tyre ka dëshmi të kenë kryer edhe aktivitete tjera të kundërligjshme, dyshimta, duke u angazhuar me punë në shërbim të strukturave ilegale serbe që kanë operuar në Kosovë me theks të veçantë në pjesën veriore të vendit tonë, duke rënë kështu ndesh me rendin juridik kushtetues të Republikës së Kosovës. Pagesat pra që shumica prej tyre kishin filluar t'i marrin që nga muaji tetor 2017 dëshmon se ata kanë cenuar integritetin e institucionit në të cilin kanë punuar edhe para dorëheqjeve të tyre. Të nderuar gazetar, legjislacioni në fuqi përcakton se mandati i prokurorit apo i gjyqtarit përfundon me dorëheqje. Ky efekt nuk varet nga ndonjë vendim politik dhe as nga ndonjë akt diskrecional i këshillave. Dorëheqja është fakt juridik që sjell përfundimin e mandatit dhe pasi ky efekt është prodhuar, ligji nuk parasheh asnjë mekanizëm për rikthimin në të njëjtin mandat. Legjislacioni në fuqi nuk i jep asnjë kompetencë ligjore, as këshillit prokurorial dhe as këshillit gjyqësor që të anuloj pasojat e dorëheqjes apo të rivendos një mandat që ka përfunduar. Ushtrimi një kompetence që nuk ekziston do të ishte vetë shkelje e parimit të legalitetit. Bazuar po ashtu, në legjislacionin në fuqi, në rast të dorëheqjes së prokurorit apo gjyqtarit, këshillat obligohen që t'i propozojnë presidentit lirimin nga detyra. Ky është një detyrim ligjor dhe jo një mundësi interpretimi, prandaj edhe jam drejtuar këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurorial, që të më dorëzojnë emrat e atyre që kanë dhënë dorëheqje nga sistemi. Pra, mua më pamundsohet ushtrimi i përgjegjësive, sepse për momentin Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i dorëzon dorëheqjet, pra kërkesën për lirim nga detyra të gjyqtarëve që kanë dhënë dorëheqje. Në linjë me përgjegjësitë e mia kushtetuese, unë sot thras Këshillin Gjyqësor të Kosovës që të ndjek praktikën e Këshillit Prokurorial të Kosovës, por edhe vetë praktikën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Para pak kohësh, unë kam liruar nga detyra një gjyqtare shqiptare, ajo pasi kishte dhënë dorëheqje nga sistemi për arsye personale, një javë pas Këshilli Gjyqësor i Kosovës e kishte dorëzuar kërkesën për lirim nga detyra. Pra, për ta menjëherë bëhet propozimi për lirim nga detyra, pra tek presidenti. Të jemi të qartë, ata ish prokuror, për cilët kam nënshkruar dekretet për lirim nga detyra. Pra, nuk janë liruar nga detyra sepse janë nga komuniteti serb. Janë liruar nga detyra për shkak të dorëheqjeve të tyre që i kanë bërë pas presionit të Serbisë dhe pas presionit të Vučićit. Imagjinoni të nderuar gazetar, në sistemin tonë të drejtësisë të kemi gjyqtar dhe prokuror që i binden urdhrave të një shteti tjetër, në këtë rast të Serbisë.
kush nga partnerët tanë ndërkombëtar, që sot bëjnë presione mbi këta këshilla, kush nga ta do të lejonte që në shtetet e tyre të kishte gjyqtar dhe prokuror që dirigjohen nga një shtet tjetër. Dhe kush nga këta partnerë ndërkombëtar, që neve na thrasin gjithnjë për sundim të ligjit dhe për pavarësi të sistemit të drejtësisë, kush nga këta do të kërkonte nga gjyqtar dhe prokuror, që janë anëtar të këshillave, që të vendoste diçka që është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Pra, bazën ligjore për këtë e përmenda më herët. Pra, sistemi ynë nuk mund të mbajë pozita formalisht të zëna nga njerëz që kanë ikur vetë prej atyre pozitave. Dyert e institucioneve tona janë të hapura për prokurorët gjyqtar serb, por ata të cilët nuk ndikohen nga Serbia dhe nga Vučići. Pra ata që i shërbejnë pra drejtësisë në Republikën e Kosovës. Për ata gjyqtar dhe për ata prokuror, dyert e institucioneve tona janë të hapura. Dhe siç e dini, Këshilli Prokuroral i Kosovës, pas kërkesës për lirim nga detyra, menjëherë ka bërë të ditur që do të hap konkursin për prokurorët serb. Dua të theksoj edhe një herë se angazhimi ynë për zbatimin e kushtetutës dhe ligjeve në fuqi është i plotë. Ne e njohim dhe e respektojmë karakterin shumë etnik të shtetit, ku komunitetet jo shumicë kanë të drejtë të përfaqësohen në institucionet publike, përfshirë edhe në sektorin e drejtësisë, por nuk mund të lejojmë që sistemi ynë të cenohet nga dikimi i një shteti armiqësor, duke ushtruar presion pikërisht mbi ata që duhet të jenë më të pandikueshmit, e që janë gjyqtarët, më falni. Ata duhet të jenë të pavarur, jo politik dhe të orientuar vetëm nga kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Pra, në sistemin ton duhet të jenë vetëm zyrtar që respektojnë rendin kushtetues të Republikës Kosovës pavarësisht etnisë së tyre dhe jo individ që veprojnë kundër interesave të shtetit. Pra nuk besoj, siç e përmenda, që ka një shtet demokratik që do të pranonte me vedije një situatë të tillë. Prandaj, sytë tanë sot janë tek Këshilli Gjyqësor i Kosovës, edhe kjo çështje është shumë e rëndësishme, sepse nëse Këshilli Gjyqësor i Kosovës vepron në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, atëherë këtu kemi të bëjmë me një precedent shumë të rrezikshëm dhe me një abuzim të përgjegjësive që ata i kanë.